Komandant Alban Dervishi është i pari shqiptar, pra i pari po e quaj me origjinë shqiptare, oficer i marinës që në datën do ta bëj vetë publike, tani së shpejti do të marri drejtimin e një anije të flotës luftarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Flotës më të madhe dhe më të fuqishme luftarake të globit. Alban, mirë mbrëma një herë dhe shumë faleminderit, edhe urimet më të mëdha. Faleminderit. Çfarë grade ke? Kam gradën nën kolonel, pra commander në marinë. Commander, ku është gradat e këto këtu? Tani, grada janë këto 3 ripat. E shikon ja unë që s'marr vesh fare nga ushtria, si ngatrohem. Dhe kam pasur stërgjyshin ushtarak. Dhe nën kolonel e kam pasur. Po. Këto janë 3? 3 për commander. Commander. Po këto çfarë janë? Këto janë në për vite kualifikime lartë e poshtë, janë 2 kualifikimet kryesore, kurse këto janë gjithë medaljet në për vite që kemi arritur. Dhe kjo është kapelja e një komandanti? Po. Dhe kjo që nga jashtëzakonshme. Por kjo çfarë ka? Tani do ju tregoj dhe historinë e Albanit. Çfarë është? Kjo është shenja e marinës amerikane? Kjo është shenja e oficerit amerikan që janë 13 yjet, po ta shohësh në qendër, që reprezentojnë 13 kolonit origjinale të Amerikës dhe një shqiponjë që e mban Shield, mbrojtjen. Dhe mban spirancat e famshme ushtarake. Po. Në çfarë viti ke ikur në Shqipëri? Kam ikur në 99, në ato vite tranzicionit. Sa vjeç ishe? Isha 16 vjeç. Ishe në shkollë në Shqipëri? Po, çun lagje këtu, domethënë Vasil Shanto 8 vjet e para, pastaj ke Petronini 2-3 vjetët. Dhe nuk arrite ta mbaroje Petroninin? Jo, fatkeqësisht me ardhjen e llotarisë amerikane. Domethënë ty ka kapur pak dhe periudha e çmendur 97, 98, ku situata ishte e paqet. Të doli llotaria amerikane që shkove? I doli babai tim dhe vajtëm gjithë familja. Dhe u vendosët në cilin vend të Shqipërisë? Në New York, si gjithë shqiptarët, ndoqëm shqiptarë të tjerë dhe Në cilën zonë New Yorkut? Queens. Queens është një gjysmëlagje shqiptare, siç është dhe Bronxi në anën tjetër. Kishte shumë shqiptarë kur ngritet aty? Kishte dhe shumë shqiptarë që të ndihmonin në atë tranzicionin e parë duhet. Ishte i vështirë tranzicioni i parë nga një çun lagje tek Vasil Shanto dhe Petronini direkt në Queens? Patjetër, shumë vështirësi, por ja vlenin. Ja vlenin. Ti si u ndjeve? Unë ndjeva që mu dha një mundësi dhe doja ta shfrytëzoja në maksimum. Po në marinë vendose vetë? Pak influencë nga babai, edhe gjyshin duke i pasur të 2 ushtarak. Dhe gjyshi dhe babai kanë qenë ushtarak? Gjyshi çfarë ka qenë? Gjyshi ka qenë me gradën kolonel dhe ka qenë mbas luftës dytë botërore, kupton, në ushtri. Në ushtri. Po babai? Kurse babai ka qenë në aviacion, teknik aviones, këtu në Rinës. Ka qenë në aviacion, domethënë ti je brezi i tretë ushtarak në një familje. Po. Vetëm se ti ke zgjedhur marinën, kështu që i keni kompletuar gjitha armët e një ushtrie, me përjashtim nuk e di çfarë mbetet tani. Marines. Marines për mbetet. Dhe pse vendoset ty në marinë? Dhe jo të shkoje në Army normal apo në US Air Force? Në atë periudhë e influencoi një djalë i ri me uniformën e bardhë të marinës që tha, djalë tha, lej ato opsionet e tjera, ti duhet vish marinë, po hajde t'jap një drekë. Kur shkove kishe një lloj dileme në cilën armë do zgjidhje. Po. Dhe du shfaqja i marinari me uniformën e bardhë. Edhe pas ka qenë e thënë se ja ku jam sot. Dhe ti the që të ftoj për një picë dhe një birrë. Kjo ishte. E po mirë, me një picë pas ke marrë marinën. Dhe sa vjet bëre shkollë? Shkollën gjatë 7 vjeçarit të parë që isha nën oficer, mbarova bachelorin 4 vjeçar. Pastaj kam bërë masterin pak më vonë si oficer. Dhe ke paka shumë rreth 25 vjet në marinë? Po. Në çfarë vendesh botës ke punuar? Shumë, pyetje fantastike. Nga Japonia, pra nga perëndimi, tani jam nga paqësori, domethënë. Nga paqësori, në San Diego që jam aktualisht, që po në paqësor, po nga krau këtej. Pastaj në Virginia, në Florida, në Kansas, në Rhode Island, në Itali 2-3 herë. Dhe Itali shumë. Domethënë i paske ardhur globit rreth e rrotull, gjithmonë si oficer marine. Po, gjithmonë në porte të ndryshëm, në anije të ndryshme, në sa anije ke punuar? 7 anije të ndryshme, s'kam lënë det pa shkelur. 7 anije të ndryshme, të gjithë detet e botës i ke shkelur, po për tu zgjedhur komandant. Sa kohë bë seleksionimi? Kur nisi procedura? Procedura që momentin që bësh oficer, pra gjatë gjithë tyre 16-17 vjetësh jam konsideruar dhe gjithçka vlerësohet në ngjitje. Por 4 vjeçarin e fundit që ai momenti që më dhan shansin dhe mbas një sër kualifikimesh dhe me thënë drejtën i fundit ishte tani në shkurt që më dhan atë dhënien e dorës të fundit dhe than Alban, ti do marrësh komandën. Ti do marrësh komandën e një anije. Dhe cila anije tu caktua? Mu dha mundësia të zgjedh dhe thash do zgjedh një emër që ngjit edhe me shqiptarë dhe thash USS Pearl Harbor. USS Pearl Harbor ka emrin e
katastrofës më të madhe detare të historisë së Shtetit Bashkuar të Amerikës, po njëkohësisht dhe tragjedisë që ktheu fatin e luftës dytë botërore. Futi Shtetet Bashkuar të Amerikës në luftë, ktheu fatin e luftës dytë botërore, zhvendosi flotën e famshme amerikane paqësor në drejtim të Japonisë, më fakt solli shkatërimin japonez. Faktikisht çdo thot mbash emrin e një prej, po e quaj, eventeve më të mëdha detare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Një përgjithësi e madhe, por kemi një ekipazh prej 350 vetave që të gjithë së bashku. 350 veta ke ti në varësinë tënde? Po. Oficer dhe marinar? Oficer janë ke 30-40 veta dhe pjesa tjetër janë marinar ekipazh. Dhe sa merr në total Ania? Ania ka mundësinë të marrë edhe 500 trupa, pra që janë marincat. Përveç 300 që të tënde, pra në total shkon rreth 1000 veta. 850 veta. Që han, pin, jetojnë në atë anije. Në atë anije, përveç mjeteve, është anije amfibe? Është anije amfibe... Amfibe apo transport amfibësh? Jo, është pikërisht amfibe, pra është një anije luftarake që mbron marincat deri në momentin që ata arrin në breg. Do të thënë ajo shkon deri në breg? Ajo shkon deri në 2-3 kilometra afër bregut dhe nga barku i anijes dalin të gjitha mjetet që... Si në ato filmat, hapet ajo dhe dalin ato. Ato janë vërtesin filma apo... Shiko, afër, me thënë drejtën. Janë të ngjashme me filmat. Dhe ti do kesh 300 ca veta personel në rast në varësi të misioneve të luftarake që keni, mund të kesh nga 300-400 deri në 500 veta dhe sa mjete me vete? Me tonazhe mund të flasim dhe 2000 ton materiali që sjellin marincat, varet nga misioni, paketa të ndryshme. Edhe helikopter kemi pista aviacioni që mund të vinë helikopter. Sa gjatë është Ania? Ania është me 187 metra e gjatë dhe arrin deri në 18000 ton. 18000 ton, dhe konsiderohet një nga anijet e rëndësishme të flotës amerikane. Patjetër, anijet amfibe janë shumë emri apo nga funksionet që kryen? Të dyja, jam shumë krenar për të. Doja të pyesja, po në marinën amerikane, se në përgjithësi në armi di, ka shqiptar tjerë, pra ka shumë shqiptar? Po 1% e vogël, do doja të shija më shumë. Po kuj dallon që ka shqiptarit, të kanë qelluar që të takosh? Jo, fatmirësisht kam akses të sistemeve që mund të shoh gjithë personelin që ka marina dhe kur fut mbiemrat e duhur, për shembull, a dalin emrat e mbiemra shqiptar? Dalin e kërkoj kastilën. Çfarë mendon babai, i cili ka qenë ushtarak, edhe gjyshi ushtarak, tani që ti ke marrë komandën e një prej anijeve të rëndësishme të flotës amerikane? Shumë krenar, me thënë drejtë, kam një mbështetje fantastike, jo vetëm nga prindrit, po dhe nga bashkëshortja dhe fëmijët. Bashkëshortja është? Rudina edhe një vajzë koçare që marrë me u zemrën. Jeni njohur në Amerikë? Jemi njohur këtu në Shqipëri, një kushëri na prezantoi. Dhe sa fëmijë keni? 3 fëmijë, Aileen, Aiden and Sylvia, që ti keni me jetë të 3. Në fakt kam dhe një pyetje. Ke ikur emigrant në moshën 16-17 vjeçare, ke bërë gjithë të jetë të vështirë. Ka shumë të ri sot që mendojnë që jeta është më e thjeshtë, merresh me punë të pista e gjëra tjera se sa të shkosh siç keni kaluar 25 vjet. Cili do jetë mesazhi që do t'i jepni çdo një të riu sot? Faleminderit për këtë pyetje. Mesazhi im është ky. Gjenerata e sotme është shumë e fokusuar në të drejtat dhe privilegjet që jep shoqëria. Dhe atë që do doja të shija më shumë ishte fokusimi në detyrë dhe përgjegjësi në jetë, kupton, dhe do doja që të rinjt të fokusoheshin edhe më shumë në përgjithësi që kemi ne, jo vetëm kundrejt familjes tonë, po edhe shoqërisë. Atëre, të falenderoj shumë, Alban Dervishi, i pari komandant me grad me origjinë shqiptare në një anije të marinës luftarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I pari, urime dhe falenderit. Shumë falenderit, shumë krenar të jem këtu me ty dhe të jem një shqiptar këtu.